Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në shoqërinë më të keqe që ka ekzistonte erdhi, por ai kishte shpresë do të ndryshoj kjo shoqëri. Dhe me të vërtetë shpresa që ai kishte, pastaj e bashkangjiti dhe punën e tij. Pra neve përveç se duhet ndryshojmë formën e mendimit mbi botën në cilën jetojmë, po ashtu duhet pastaj nga pasiviteti me u kthy dhe me qenë aktiv në jetën reale. Me qenë aktiv në jetën reale, çdo herë me qenë të aktivizuar duke u marrur me diçka pozitive. Pra, nëse nuk kemi çka të bëjmë, le të marrim dhe le të lexojmë. E nëse këtë s'u ne bëjmë, le të punojmë diçka. Nëse edhe këtë s'u ne bëjmë, le të bëjmë ndonjë sport i cili na pëlqen. Mirë, po kurse mos me qëndruar pasivisht. Kurse mos me ndetur në një formë që nuk merresh me asgjë. Dhe kurse mos me menduar që të tjerët duke ta ndryshojnë gjendjen tonë. Ato që duke ta ndryshojnë gjendjen tonë jemi ne. Nga se ky vend është i yni, këto shtëpi janë tona, kjo shoqëri është shoqëria jonë. Dhe nëse ne nuk japim përpjekje dhe mund për ta ndryshuar, për ta sjellur dhe për ta përjetuar të mirën, a presim që të tjerët të na bijnë të mirat? A presim që të tjerët të na ndryshojnë ne?